I qofsh falë kësaj gjenazë, i thot Nexhati, se krejt shpinë në shakall, gjatë kohës kur këta nga kati tret, përpiqeshin ta nxjerrin kufonin e Bedri Rexhepit jashtë. Natën kur ekzekutojnë Bedri Rexhepin me çokoladë festojnë, ky komandant zone i ushtrisë dikur pretendon se ka luftuar për lirinë atij vendi, ky u kujdes që tash duhet trupin e Bedri Rexhepit. Ekspertiza thotë se është ngufar. Jetoni thotë e ka ngufar. Nëse marrë motivin e jetonit, thotë se ka ekzekutuar për shkak se Bedri Rexhepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. E kanë ekzekutuar për moral apo për material. Pra, mëngjes ja përgatiti terrenin, mbrëmje shkoi edhe kthei aty ku duhet flenë në qet, duke festuar me çokolada për të ekzekutimin e njeriu. Përveç unë mendoj se arkitekti ka qenë Nexhati, por kjo nuk është e imja me provu. Dënimi i përjetshëm është dënimi më i pakti përballë një krimi kur luftuasi Mek e doli si një kufon që u shëtit malet madh të Vlasalis. Ankesat janë tërësisht kundër vullnetit të akuzuarit. Për nisi fillimisht me ankesën e të akuzuarit, mbrojtësit të akuzuarit jeton, i cili në asnjë moment vetëm në fazën e hetimeve nuk e ka mohu kryerjen e një krimi për cilin nuk është pretenduar për korrektësi, e nuk është shkruar askund që është kryer në mënyrë mizore. Ka dallim mes dinakrisë dhe mizorisë. Gjykata është pavëstuar në asnjë faqe, në asnjë pikë, në sekresit, ai gjykimi nuk pretendon për mizori. Andaj çdo thirrje e praktikë e cila pretendohet të përdoret për ta zgjuar gjykimin në emër të mizorisë është thjesht spekulim pa mbështetje në aktgjykim. Po ashtu, jeton Vllazaliu, për cilën po pretendohet si në malin e dëshmive të tij të dhëna fillimisht si dëshmitar e pastaj si i personën hetem, po pretendohet se gjykata nuk ka pas të drejtë që t'i falë besimin deklaratës e tij të datës 7/10/2022. Është absolutet të pretendohet, sepse logjika e parashtruar në ankesa e referimi këtu, në qoftë se gjykata kufizohet që duhet t'i analizojë të gjitha dëshmitë për të nxjerrë një të vërtetë nga dëshmia e të akuzuarit, për bindjen time nuk e gjen ligj, edhesa se gjen as në praktikë. Pra gjykata ka diskrecion dhe këtë e dim të gjithë dhe parashtrojmë dhe ne ju themi madje se gjykata ka diskrecion që më ndërgjegje ta vlerësoj se se mbrove që veç të gjej cila lidhet me tjetrën për të ardhur deri te konkluzioni ligjor. A kishte konkluzion të drejtë dhe të lehtëshëm nga deklarata e datës 7/10, po kush e mbështet këtë konkluzion? Ekspertiza mjekëligjore. A kishte vetvrasje siç po pretendojnë këta apo kishte vrasje dinake të Bedri Rexhepit? Ekspertiza thotë që është ngufar, jetoni thotë e ka ngufar. E përshkruan në vendin, na thonë që nuk dihet vendi se ku ka ndodhur vrasja. Nuk dihet se kur ka ndodhur vrasja. Si s'dihet? Kur këta vetë pranon, jetoni thotë data 8, e pranon kuzhinën, e pranon katin e tretë, e pranon perdën, e pranon veturën. Dhe thotë një sentencë të rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenazë, i thotë Nexhati, se krejt shpinë në shakall, gjatë kohës kur këta nga kati tret, përpiqeshin ta nxjerrin kufonin e Bedri Rexhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qese të zezë. Pra kur i ndëgjoj ankesat, e kam vështirë me kuptu, apo pretendohet që krimi s'ka ekzistuar, apo pretendohet që këta se kanë kryer, apo thjesht ka një shkak tjetër të vdekjes së Bedri Rexhepit, pretendimet e mbrojtësve se duhet të vërtetohet një skenar ngjasojnë me filmat e Big Brotherit, e jo me një marrëveshje 4 mujore. Po thonë se Nexhati mes Nexhatit dhe jetonit nuk ka pas marrëveshje. Po ja u kujtoj vetë një deklaratë të Nexhatit në cilësi dëshmitarit. Datës 7/4/2022 me qenë se po referohen gjendjes faktike. Kur e pyesi Nexhatin se ku ke qenë në mëngjesin e datës 8, në natën kur e vritet Bedri Rexhepi, Nexhati thotë kam shkuar në Vllazali. Kam shku me marrë drum, vetë kam shku.
Kur e pyesin a e ke pa jetonin a dit aty, nuk me kujtohet a e kanë pa. Pra nuk I kujtohet në gjatit se a pa jetonin ditën kur shkojnë ja përgatit terrenin për ekzekutimin dinak të drejtëgjit. Dhe tash po thirrën, e tash po thonë se ky krem nuk pas ka ndodhur, se në gjati s'pas ka qenë aty. E shihni të nesërmen, me datën 9, në gjati vetë e përshkruan, kam shku prapë thët në Vllazali, e kom taku jetonin, e kom pyet a ke flaj, kemi shku bashkë me të. Kur e përballi unë me deklaratat e tij në gjykim, ky zotëriu thotë nuk më kujtohet se e kom thënë unë këtë. Ky komandant zone I ushtrisë dikur pretendon se ka luftu për lirinë atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedrire Xhepit dhe kështu thonë provat, kështu thotë vetë dëshmia e atij zotënisë që kanë goçfat me durrët e tij. Ky thotë që ka shkuar ka zhvarros. Dhe skica, që po pretendojnë që qenë ka zhduk në skice që ka provë. Jo, skica është rrëfimi e një njeriu që ka ndryshuar 50 versione të tjera. Skica është dëshkrimi I tij që ja ka referuar në gjatin në prokurori. Sa I përket përgjimit. Keni parasysh një përgjim I cili dihet se kush ka qëllim maskimi e kush ka qëllim zbulimi. Pra, jetoni se ka idenë se kush ku fuma. Në gjatë I shkën të pyet më të vogël edhe pak më naton, që aty ku ke qepja, perdja, kush është kontestuese në faktin konkret, që këta s'kan fol, kur është pyet nga trupi gjykues për cilin sot ta mbretje e ja u thej në fund të pjesë, kur është pyet se pse këtu po I thu me zot vogël e atje me zot lart, hiç s'm kujtohet. Pra, kur do që është gëzhdu në gjatë Vllazaliu me faktet e dëshmi, e provat e ligjshme këtu, e ka pas një narracion, nuk me kujtohet. Madje, në një situatë ka heq dorë me u përgjigj në pyetjet e mia për shkak se unë ja pas zvarrit këtij gjykimin e si përpasoj, ky pas ka mbet në masën e parapërgjimit. Krimi që është kryer nuk është absolutisht dilema më e vogël, që është kryer në konakun e tyre, që është kryer në pabesi, që është kryer në dinakri, që është përpiq me u masku, e që mjesitë më elite të policisë Kosovës plot 18 muaj kanë punuar për me zbulu, është e padiskutueshme. Apo pretendohet se do duhej kishte kontratë në shkrim për një marrëveshje mes dy vëllezërve që jetojnë bashkë, që thonë kemi pas raporte shumë të mira, që natën kur ekzekutojnë Bedrire Xhepin me çokoladë festojnë? Natyrisht jo. Natyrisht nuk ka si pretendime, nuk mund të ketë si pretendime. Sepse këta kanë pas kohën e mjaftueshme. Po pretendojnë që nuk pas ka pas motivi që ka I pa vërtetuar. Absolutisht jo. Jo vetëm që është vërtetuar që është dobi pasurore. Janë dy motive në fakt. Nëse marrë motivin e jetonit, thotë se ka ekzekutuar për shkak se Bedrire Xhepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Tash le të përcaktohen cilin po e zgjedhin pse kanë ekzekutuar. E kanë ekzekutuar për moral apo për material? Kjo është me përgjigje, kjo është me masa, kjo nuk e kontestojnë këta. Ndërkohë që kemi ftuar dhe çikën, e cila fatkeqësisht është trëndit në rastin e s'poja përmendja se amen se unë kam qenë insistuesi që as mos dëgjohet në publik, dhe kam mungu si fakt e si ndodhi. Pra prapë e kthen te çështja materiale. Jetoni e pohën krimin, në gjati e kontribon thelbësisht në kryerjen e krimit. Nuk është veç vënia e shtëpisë në dispozicion që pretendohet në ankesa. Nuk ja ka dhënë shtëpinë me qira. O shkuja ka përgatitur terrenin me datën 8 me gojën e vet atë, në zicitët e dëshmitarit. Pra, para se mu kry krimi, para se jetoni ta krijoj skenarin e ta bëj ekzekutimin. U pretendua këtu nga kolegë të dashtëm që kjo gjykim prej 114 faqe I ka vetëm 3 faqe arsye. Përbes është pa drejt me çuit kështu. Përbes nëse merr që një prej tyre merr me faqe 54 që në ka rënë sy kështu prej saj gjykata që në paragrafin e parafundit thotë gjykata kësaj bisede të vëzhgë Vllazaliu vren ndjenën e fajësisë apo nënvetdije. Pak një paragraf më natë, lehtësisht gjykata dhe theksin në atë se të panderë pranojnë se kanë kryer rol aktiv e tjera. Nëse ka dikon në kodin e procedurës penale që thuhet që arsyetimi duhet ta ketë një kronologji që fillimisht gjykatës janë ndalën që për secilin dëshmi që elaboron të bëjë arsyetim, unë e pranoj që ka shkelje. Por këtu gjykata është kujdes që t'jap për bindjen time, për te nevojës, është kujdes që t'jap arsyetim për secilin provë që e ka administruar. Sa I përket dispozitivit të gjykimit, dispozitivi nëse është pikunisht shkruan, bizore, bizori, që kërkon ekspertizë shkencore apo që referohet, unë po pranoj këtu se kjo çështje duhet kthehet.
Por kjo çështje do të ishte padrejtësi me u kthy, sepse po në janari i këtij viti kur fillon marrëveshja bën 5 vjet, e 8 prilli i vitit që po hyn së shpejti e bën po ashtu 5 vjet që këtu e 2 prindë që nuk janë këtu, e shumë të tjerë presin një drejtësi për këtë gjykim. Vrasja e Bedrir Xhepit ishte absolutisht vrasje në pabesi e vrasje e gatuar në gjaktësi. Vrasja e Bedrir Xhepit kërkon drejtësi. Drejtësia për bindjen tonë në gjykatën e shkallës parë ishte aq tolerante për të akuzuarit, saqë na sorollatën sa herë dashtën. Në hetime lujten, u tallën me prokurorinë. Thjesht u tallën sa herë dënin, i ftonin, i kthenin, dëshmonin, nuk dëshmonin, pranonin, spranonin. A e dini një fakt që po e kontestojnë këta përfitimin pasuror. Vetë në zjati thëtë unë jakom vetë jetoni, vetë jakom kontrollu Bedril në telefon gjendjen e llogarisë bankare. Dhe është pyet nga gjykata çka do është me këshillën edhe në llogari bankare, me qenë se po e këshysh kom pastë përpara se e kom shikuar dhe gjendjen e llogarisë bankare. Pra jo vetëm që janë përfituar mjetet e cilat Bedrili ka pasur vetë për me kryer një pazar, por është synu që me gjurmu halar mos ka mjetet e tjera. Se u kry krime, e se u provu me u masku, të dytë thelbësisht i kanë kontribu. Jetoni duke shkru mesazhe përfshi dhe duke bë akuza se pas ka shku me një femër të komësisë serbe, e pas ka shku këtu e pas ka shku atje, që i ka njës familjen në gjatit duke ju bë në emër të këtij e të atij, se për që se vërtetohet kjo, unë ja u kam ka gjatë bërës, pas ka se e pranoj që në mbrëmje pastaj kishte shkuar kishte marrë vllajën e tij. Pra në mëngjes ja përgatiti terrenin, mbrëmje shkoi edhe e kthei aty ku duhet flenin qet, duke festuar me çokoladë për të ekzekutimin e njërit. Përveç unë mendoj se arkitekti ka qenë gjatë, por kjo nuk është e imja me provu. Ekzekutori ka qenë jetoni, arkitekti ka qenë gjatë, sepse arkitekti ka shkuar me qel themelin e ekzekutimit të krimit, edhe ky e ka ekzekutuar në mënyrën më dinake të mundshme. U pretendu që atë gjykimi ka një gjuhë fyse për mbrojtje. Jo, nuk është saktë. Në pjesën ku i referohen është në faqen 101 që ju referu kolegu atje, gjykata nuk përdor gjuhë fyse, e përbes nuk ka qenë se ka qenë shumë toleruese ndaj kolegëve të mi, se përndryshe unë reagoja jo vetëm sekretari i ODS, por si njëri që kam qenë pjesë aty. Gjykata thotë pikërisht kjo provë, transkriptin lidhur me provat e tjera materiale, ndihmon gjykatën të parandalojë manipulimin e bushllëkut provues. Pra gjykata thotë që i ndihmon kjo provë që manipulimin e bushllëkut provues. Sepse ky bushllëk që pretendohet nuk ka qenë e nuk është askund në skenë e në këtë gjykim. Të nderuar kolegë, unë e kam vetëm një thirrje në emër të atij që me vërtetu prokuroria fajsin në arsyetimin që është dhënë në shtjellimin e elementeve kryesore e thelbësore, jo vetëm që i plotson kushtet që të vërtetohet, por do të ishte e padrejtë dhe paligjshme që ta anulohet. Çështja e lartësisë së dënimit është pjesa fundit që do i adresohem. Sa i përket lartësisë dënimit, i nderuar kolegë, është evidente që një djalë i ri është pretenduar, është privuar nga jeta, pa mundësi që të rresë fëmijë, pa mundësi që ta jetësojë martesën e tij përderisa të akuzuarit janë bëgjyshër, e sot e shijojnë këtë teatër për ta në shkollën e parë, nga qelit e burgut siguristar dhe jo vetëm. Bedrir Xhepi nuk e kishte këtë mundësi, sepse këta për 8.000 euro e vendosën në marrë jetën e tij, pashka se pretenduan që i ka 30.000. Nëse i besoni jetoni që ka thonë prokurori edhe në përgjime se e kanë vrarë për shkak të lidhjes së tij me vajzën e Nezhatit, edhe ajo është e mundshme. Nuk ta se kisha përjashtu si teori se po thot njeriu që ka ekzekutuar me durët e tij. Dikujt do të më besu këtu. Kur e shto këto rolin e Nezhatit që po kyçet qenë në mëngjesin e datës 8, përveç nuk e lënë edhe para janë të gjitha vrasjet që ju gjykoni, a del motivi çdo herë pa? Ka vrasje shumë që të cilat motivin është vështirë me zbulu, por nuk është domosdoshmërisht shkak ligjor që një çështje mos mu gjykua, mos mu dënu. Dënimi i përjetshëm është dënimi më i pakti përballë një krimi në befasi, përballë një krimi në pabesi, përballë një krimi në konakun e tij e të atij, përballë një krimi kur u ftua si mik
e doli si një kufum që u shëtit malet malë të Vlasalis. Vedri Rexhepi nuk jeton, ndërka që ta kanë mundësi me vazhdu jetën me taksat e qytetarëve dhe burgu i përjetshëm parashtrojmë se është i vetmi dënim që do duhej të mbetej në fuqi për të dy akuzuarit dhe burgu i përjetshëm do të ishte i vetmi satisfaksion dhe mekanizëm preventiv për këtë që kërkon drejtësia. Faleminderit. Kryetar, me leje Jo, kena por tjera që kena marrë shumë. Atër duhet i dëmtuari dhe datë Rexhepi. Dhe datë në gjova dhe të akuzuare në shërëm apo fatin. Ki diçka më shumë në shërëm. Dhe dëmtuar atë ka Rexhepi. Ki diçka më shumë. Edhe i dëmtuar e atë në Rexhepi. Ki diçka më shumë ishte. Kontributi i Nexhat Vllazaliut në bashkëkryerjen e veprës penale të vrasjes është vënia në dispozicion e shtëpisë së tij në fshatin Novobër, Vllazaliut. Si ka mundësi të jetë bashkëkryerje në vrasje ku sipas dispozitivit të aktakuzës dhe të aktgjykimit vetë prokuroria plason një teori të tillë akuzuese se veprimet e të akuzuarit janë veprimet që eventualisht mund të cilësohen pas kryerjes së veprës. Pra, në tërë dispozitivit përshkruhet vrasja e tani të ndjerit nga ana e të akuzuarit jeton, ngulfatja me duar nga ana e tij, detajet e tjera të shkuarjes dhe daljes nga i vend, ndërka që e keni në aktgjykim ku thotë 7 herë me prova materiale, 7 herë i akuzuari jeton pas vrasjes, është dash ta thret vllaun e tij i cili nuk është përgjigj për të shku ta marrë një vend caktuar. A është e mundur që me një marrëveshje paraprake për 4 muaj të ndodhë një vrasje e tij? E dyta, një çështje tjetër që këtu është me rëndësi të përmend. Vënia në dispozicion e shtëpisë është veprimi inkriminues sipas aktakuzës dhe aktgjykimit të ankimuar. Nga shkresat e lëndës rezulton, po edhe logjikisht, shtëpia është ekzistuese, është objekt i cili qëndron në një vend. Është shtëpi e pabanuar dhe e hapur në të cilin mund të kemi qasje edhe ne, që fare nuk e njohim atëherë. Dhe si ka mundësi që Nexhati ta ketë vënë atë shtëpi në dispozicion. 29 dëshmitar për 2 vite e gjysmë janë dëgjuar në këtë shqyrtim gjyqësor. Nga 29 dëshmitar, absolut asnjë i vetëm nuk e njeh, nuk e përmend, nuk e përfshin dhe në asnjë mënyrë nuk e inkriminon të akuzuarin Nexhat Vllazaliut në vrasjen e tani të ndjerit Bedri. Si ka ardhi përfshirë këtu? Është deklarimi i 7 i të akuzuarit Beton Vllazaliu në prokurori, pra deklarata e tij, po e quaj unë figurativisht famoze, mbi të cilën prokuroria ka arrit ta zbërthejë këtë rast dhe ta ndriçojë për kryerjen e vrasjes ndaj të ndjerit Bedri. Dhe çka ndodh? Kjo deklaratë, apo i beson prokuroria, a e ka ngrit akuzën mbi bazën e asaj deklarate? Ja fali besimin dhe gjykata e shkallës së parë, edhe pse, sipas nenit 119, paragrafit 5, në mënyrë eksplicite është e përcaktuar se deklarata e të bashkëpandeurit nuk mund të shërbejë si provë ndaj të pandeurit tjetër në të njëjtën procedurë. Në rastin e tillë, kjo lere që ka ndodhur, lere që kjo aktgjykim është i përfshirë, po ja që po i besojmë tërësisht asaj deklarate. Pikërisht mbi bazën e cilës është ngritur akuza dhe është punu ky aktgjykim, ajo deklaratë si provë që e ka pranuar gjykata është shpajsuese për të akuzuarin Nexhat, sepse në deklaratë jeton Vllazaliu e pranon veprën se e ka kryer vetë. Bie fjala për veprimet e të akuzuarit Nexhat pas vrasjes, e aty gjykata nuk ja fal besimin. Dhe çfarë thot? Ka pas për qëllim që ta merr veprën përsipër dhe ta lirojë nga përgjegjësia vllaut. Si ta merr veprën përsipër?
A do të thotë kjo se as gjykata nuk e ka bindjen e plotë se i akuzuari jeton e pas ka kry? Dhe e treta, bashkëkryerja konsiston në atë se, në qoftë se veprimi i njërit bashkëkryes mungon, vepra nuk do të kryhet. Në rastin konkret, nëse shtëpia e Nexhat Vllazaliu si e pabanueshme, me qasje të lirë në të, nuk do të ekzistonte në atë fshat 40 kilometra nga vendi ku ka qenë aktualisht nga akuzuari Nexhat, a do të thotë kjo se Indjeri Bedri Rexhepi do të ishte gjallë? Pra nuk ka logjik kjo arsyetimi i gjykimit të tij. Unë do t'ju përmbledh pse mendoj se kjo gjykatë e apelit duhet ta anuloj këtë gjykim. Janë çështje të cilat unë i kam përmbledh në disa pika. E para është motivi, i cili është absurd ashtu dhe i pakuptim se si përshkruhet në dispozitiv të gjykimit, për faktin se ka qenë në pyetje përfitimi pasuror prej 30.000 euro dhe ka rezultuar me 8.000, ku askush se ka përmend. Mëre as vetë jeton Vllazaliu se ato 8.000 pastaj i kanë dhënë. Prokuroria është marrë me sajesa dhe me trillime për ta përforcuar në një farë forme aktin e vet akuzues, të pambështetur në prova. E dyta, nuk është vërtetuar me asnjë provë marrëveshja paraprake. Dhe e treta, nuk është vërtetuar bashkëkryerja në vrasje dhe veprimet e Nexhat Vllazaliu. Prandaj, gjykatës së apelit i propozoj që me vëmendje edhe një herë të analizoj ankesën time të parashtruar me shkrim dhe të veproj komplet propozimin në të cilin unë kam propozuar që i akuzuari Nexhat të lirohet nga akuza për veprën penale për cilën është akuzuar, apo që gjykimi i gjykatës së shkallës së parë të anulohet dhe çështja të kthehet edhe një herë në rigjykim. Faleminderit. Ankesat janë dame. Kolegja është të kyç ma vonë. Unë jam avokat për fillimit, avokat i parë, ankesën e mund bo, ankesën 24 faqe, do të patjetër më valuru. Avokat, jo, ligji është i qartë. Ankesa kur është e përbashkët, mund një më referu. Ankesat janë dame. Kur flet gjykata ti do të më dëgjoj. Unë po kërkoj ankesa janë. Këtë drejtim ligji është i qartë. Kur thotë i pandejre, po me tepër se një mbrojtës, njëri nga mbrojtësit zgjedhet mbrojtës kryesor. Ajo subit në fillim njëri nga ato që mbrojtësi, kjo është ankesë, unë 2 vjet i gjysmë në kompletot të nëllë. Në kërkuar, Kodja Kosovare thanë marrëveshje me mbrojtësin, në kolegë është e avokate Kosovare, edhe ke vazhdove. Nëse ki diçka, vetëm sa i përket asaj që e ka thonë do të shtoj në seancë kolegjit, sa i përket pretendimit se nëse kthehet në rigjykim, do ashtu kolegj trupit gjykues. Çështje substanciale të cilat unë kam përmend ankesë kolegja nuk i ka potencial. Nuk mujnë me leju, mu majtë në seancë dënimi i përjetshëm, edhe në mënyrë blankete me thosë më, po jo, nuk mund të më paraferu, nuk vëm. Kjo është ankesë e veçantë, këtu duhet më referu patjetër, shumë tjetër. Mirë, atëherë filmojmë. Avokat, na para se me filmu, si kolegj e kuptuar që ju e një pajtu në zvete për derisa avokatja Kosovare e mërë përsipe. Pilja dhe shprejhje dhe gojarisht se e na pajtu marrëveshje me kolegun të vazhdojnë. Mirë, po me qenë se ju keni qenë mbrojtës edhe për filmimit, nëse ka diçka që ti mendoj që me paja tonë kolegja jote, mund është me plotësu vetëm pika shku. Pas një fjallë se thumë që e ka thonë. Avokat, se në fillim të adhonuar, të thane e rrugën Jo, për që trasë kjo të thonë. është një jerë, ku të adhonuar. Vazhdo, avokat. Zakonisht, ju, gjatë referimit të lypët, unë e këmë një preashtimin e gjykatës shkallës parë, nëse lënda thejtë në gjykim. Edhe keni një parsjetim, në që pre parsjetim. Gjykata shkallës parë, propozimet të cilat unë i këmë cek, do më prej fillimit 2 vjet i gjysmë unë e këmë bojt i zëtmi, që është që ka në qenë pëthuj se vendimtare dhe kruciale i ka refuzu. E këto janë. Që është në parë e kongritën në zyrën e prokurorit është përpilu
një fletë e formatit A4, ku është kërku nga i akuzuar i parë të bën skicimin e vendit të ngjarjes që ku mund të qenë kufuna e burrosur. Një çështje shumë e rëndësishme, e cila krejt e ka orientuar shqyrtimin kryesor. Ajo fletë ka humbë. Nuk është kërkon. E ku ngritë këtë çështje. As që një fjalë të vetme një fjali në gjykimin për 114 faqeve nuk e ka thonë. 114 faqe ka gjykimin kur nëse ka përmend skicën të cilën e ka përpinu. E cila skicë ka qenë si udhërrufys në gjati kur dhe vendin e ngjarjes për mundin të jetoni. Domethënë kjo ka qenë një arsye që ku ngritë. Arsyeja e dytë, pse ku ngritë? E ku ngritë çështje mjaft kruciale, e cila është refuzuar pa kurrë arsyetimi. Mundohet në gjykim me dhënë arsjetime, po është një arsjetim çështje thjesht që kush e lexon për profesionistave o shumë e çuditshme. Përgjimi në vendin e ngjarjes ku i ka mënuar përgjus në lekat antiplum është bo me 28. Përse në me vëmendje, me 28. Prokurori çështjes ditën e nesme 29 dhe bon kërkesën për mëshurë dhejës. Do të thotë, veprimi para prak që ka bo me 28-in, gjyqtarja procedurës para praket nuk ja konfirmon. Nuk ja konfirmon. Gjithë ato veprime që ka bo me përgjim, jo prova pa pranueshme. Edhe ato e ka refuzuar. Shpjegimi se ka bën. Çështja e tretë, që ku mbyllet me përjashtu këtë trup nëse lënda prishët, që besoj që duhet mu prish, ku më thonë si është e mundën, gjatë tërë procedurës përmendet që në gjatë Dasaliu e ka bajt të ndjerin Bedri Rexhepi me atë mjetë Shkuva dhe Oktavia, edhe o krye ekzaminimi veturës, edhe veturën ja kanë kthyer. Si është e mundën sot, kërkona deliktin, po thot e ka bajt me veturë të ndjerin, edhe po të bëra veturën që të shpia. Procedurën penale dhe penale kjo nuk lejohet. Kërë ju ka kthyer. Do të të çështje kanë qenë kruciale që thonë ky trup nuk është i denj për me vendosë. Çështja e marrëveshjes sa shumë pikë së punës tjetër, ajo vetë thot kush e lexon me vëmendje gjykimin në shkollës parë. Në dispozitiv vetë do të më shmelezu, ajo thot nuk ka marrëveshje. Vetë trupi që kustot. Merë qyrë në faqen 101, 104, 106. Ku thot decidivisht. Pavarësisht mungesës së argumentimit të një marrëveshje të mërfill. Kur thot pavarësisht të argumentimit të një marrëveshje të mërfill, trupi gjykues krejt atë gjykimin ajo vetë rëzon. Do thot marrëveshjen e mërfill nuk e ka argumentu, thot s'po argumentohet marrëveshja, ne e ka shpallë fajtorë. Çështja në gjati kolegët e përmund çështjeve këto është motivi pasëror. Mund ka interesu me ditë çfarë bazë materiale ka ky njeri që mund me bë potencialisht si vepra. Kjo është materiale shumë i fortë, ekonomik shumë i fortë. A i myt ky njeri për 4.000 euro? Kur Bedri Rexhepi se ka njoft? 23 dëshmitarë janë dëgjuar. 4 dëmtuar janë dëgjuar. Kur në gjatë Dasaliu as nuk e ka pa, as nuk e njeh, as e di më shkabir. Absolut. Edhe tashti, me ja dhonë bashkëkryrjen, si bashkëkryrje, element si bashkëkryrjes që kolegët e elaboron bodë, unë besoj që nuk është korrekte. Kto ishin arsye që unë kum lypën ato me hjekën atë trup gjykues. Mirë po, ajo nuk morë me çështje tjera me lypën pse kum lypën mirë po në faqen 104 ajo mirët me avokatin edhe provat për herën e parë provat e direkta, provat direkte, do me paraqit si prova rrethanore. Mirët me avokatin shka ka folë në përgjyktime, s'mirët me ato me arsyetu, a janë të kërkesat të ngritur me vena, po jo, po mirët me avokat. Avokat po bëjnë kështu, po bëjnë ashtu e kina gjykim, që të me të lirot me avokatin me krahasu punën e tij se shka që shbona gjatë procedurës. Një çështje tjetër me rëndësi, thot, në qatë e ka pas për detyrë, thot, në gjykim e kje dhe në faqen e 11, thot, me e mshef kuformën, me zhduk gjumët e kuformës. Ne thot, është bashkyrja në fjeme, thot, para prakisht e marë si gjithë me kërveprën, ne e qëtë me një rëmë kresisht tjetër, edhe e bon
gjykimi çaq konfuz që kush e lexon kush s'mundet me kuptu. Kjo gjykim lexohet disa herë, po është shumë problem me kuptu, edhe është kontradiktor me vetveten. Në anën tjetër, duhet më lexue në faqen 51, pasuesi 3. Merresh shok. Në pasuesin e 3, ajo vetë thot që urdhëresën e bjem dy pyetje, urdhëresën mbi përgjimet. Di fjali thot, po, thot është e vërtet, thot që prokurori qartës e ka bërë me 28 kërkesën, gjyqtari i ka vërtetu vetëm pranimin. Veprimet paraprake ka mbetë më prokuror. Paranushmeria provës tu është në ACB gjësisht është e arsyeshme me ngritje çështje skicën që ta shtoj përmenda, në çfarë gjykimi në gjati është shpallë fajtor. Atë kjo ka qenë qartë se në gjati është i gjykuar për vepra penale. Por ju lutem tregoni cila është gjykimi tregon që në gjati ka të kaluar me kriminal. Asnjëherë. Një gjykim në mënyrë. Edhe për çet punosh. Edhe po të ndodhte që ato kanë ardhur edhe duhet të shpjegoj evidencës. Edhe rëfonda rënduese për veprat penale për që duhet me qenë veprat e një llojta. Ju këto idenes që na është kamë tregu, jeni botë mirë profesionista, edhe këto sene i dini fort mirë. Vrasja mënyrë mizore, mënyrë dinake, në kulese përmerë mënyrën dinake. Kjo është mënyra dhe dinakija në pyetje. Do thonë paragrafi 5, pika 5 dhe 6. Ku është dinakija në gjatë? Çfarë dinakije ka mua? Po, mizoria. Mizoria do të mi përmur dy komponente, komponente objektive dhe komponente subjektive. Komponente objektive djesë është subjektive që duhet viktimës mi shkaktue dhimbje më të mëdha se që shkaktue dhimbje zakonisht e vepra penale të vrasjes. Çka ka në gjati punë me vrasje? Në gjati nuk mundet një fakt me mohu, së në mohon, që dha biologjik i jetonit. Sigur që asun s'ku me mohu vëzit, me që e vëzim biologjik, që do së në mohon. E këto sene tjera, kredi ka marrë, ka shku, ka arë, në kena kesh ardhe për njëri që ka vdek. Ama faktikisht du të me argumentu fajsi i ti. Në vepër penale qash let me shqiptu dënimin, aty të 3-4 minuta u kry. Edhe tash 114 faqe, mirë thënë kolegë, nëse i ki përmi 2 faqe, 20 rena arsjetim, na edhe bisedojme këtë qështë tjetër, që shdoni. Une ma shumë nuk po foli, unë kom besim se unë i trup profesional. Ma me mene. Nuk jena të lypë me në dhe më shirë. Jelë bërë, së më të nëmboj me të më shirë për ta. Mirë po, duhet me të rëdhe drejtësia me organë. Që të halë lypë me e kërkojnë, kena lypë me gjykë mirusë në verzionin ma të pavulleshëm me pishë në hondën me krymë dhe gjykim. Dhe gjykim, është një londë unë minoze, ka morë një publicitet jashtëzakonshëm, është mbytje drejtësia, është mbytje drejta, na shpresojmë që ju këtë çështje do ta vendosim drejt edhe do ta merrni vendin pleshëm. Shtarën për referoj rastin komplet të kësaj procedure, pastaj edhe mbrojtësin kanë. E për tra fjallën e mbrojtëse do ta kemi kështu diçka ju. Jo, do pa ngushtuar për projnë. Në rregull është, një rrugë. Fjallën e tyre. Një ashtu. Drejtor, të duhet të lejoni ju japat si që kolegu të përgjigjet pas tebe. Jo nuk e pa. Ja nuk e pa. Ishin përgjigje për arkitekturën. Po, nuk në diskriminim nuk prita. Këto se prita për kolegjit. A? Një të orë në egzohë pronari ri. Unë të shumë qka, po. Jo, fjallën egzohë pronari ri. Fjallë. Tash, me të vendimi, është dhe një shkallë shmëri si që dim tonë. Kanë. Që shvja bënë tërë. Ta bënë tërë. Si për ata, se dojnë, Dy patat në zeqme Shkone, shtove Ta dash një kësaj robe Ma dash një për
Po ndigja, arkitekt. Thank you.